Informacion ato që Irani mund sulmoj Shqipërinë, Kanë informacion që mund sulmoj Irani Shqipërinë, ka vend që arsye ka. Ka. Arsye ka. Është kampi që ata na e bën dhurat, neve amerikanët na bën dhurat këtu. Dhe unë kam kundërshtuar rend për arsye se unë mendoj që kushtetuta jon nuk e lejon praninë e një force politiko-ushtarake. Të njëjtën gjë si bën me afganët. Për çfarë arsye mund sulmojnë Shqipërinë ata për shembull? Po një është tendenca armiqësore drejt për drejt e hapur e Edi Ramës. Edi Ramës që e shpalli shtet terrorist. Që e shpalli shtet terrorist, jo, që e shpalli shtet terrorist edhe dëboj brenda 24 orësh, u fut brenda në ambasadë. Dhe ky është akt shumë i rënd për të drejtën ndërkombëtare. Nuk mund të futesh në ambasadë. Më thënë, ai duhet i linte ata atyre kohën e nevojshme që ata të iknin, pasi të kishin marrë gjithçka që ishin, shumë të bënin dorëzimet, e pastaj të iknin qetësisht, të paralajmëruar, jo ashtu agresivisht. Me një unë e quaj, dhe unë jam i vetmi që e quaj, e t'jeni të sigurt, që ajo që ka bërë Edi Rama ka qenë e shpikur qëllimisht nga Izraeli dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është fakt që atje në kampin e mujahidinëve janë gjetur pajisje që kanë thënë të kundërtën e asaj që kanë thënë Edi Rama në momentin që i dëboi. Dhe s'pak e ka fshehur atë konkluzion që nxori nga hetimet që bëri atje. Vetë Edi Rama fillimisht tha që këta duhet të dëbohen sepse kanë thyer fjalën. Domethënë ata erdhën këtu, u streuan këtu, po kishin dhënë fjalën që nuk do të merreshin me asnjë veprim që mund të rrezikonte vendin tonë. Dhe ata e bën veprimin. Domethënë praktikisht ata duhet ishin dëbuar. E cili ishte veprimi? Atëre, ata kanë pasur brenda kampit pajisje të rënda, domethënë të sofistikuara elektronike me të cilët kanë bërë luftë kundër Iranit vetë që këtu. Do luftë kibernetike. Ajo është lufta e sotme. Po pra, dhe ajo ka qenë dhe iranianët e kanë përdorur shumë atë në diplomaci. Ti arrin ta besosh këtë se çka ka thënë ambasada amerikane, ka diçka të vërtetë te kjo që Irani mund të sulmojë Shqipërinë apo mund të jetë diçka që këto mund ta kenë ndërtuar vetë, le të them. Shiko, për një arsye tjetër. Unë në radhë të parë mendoj, unë në radhë të parë mendoj që tani nuk ka më pikën e sinqeritetit nga ana e ambasadës amerikane ndaj popullit shqiptar, dhe ata s'kan më sinqeritet ndaj vetes. Ata duhet të kuptojnë këtë që sa kohë që ata mbajnë këtë qëndrim ndaj meje dhe jo pse është emri i Angjit Lukës, po ndaj aktit, ndaj asaj që morën prej meje dhe nga mënyra se si më ashtu, domethënë ata bën një akt mirëfill tradhtie dhe tradhtuan veten. Ata kanë futur në mes një mekanizëm, dhe ta di gjithë Europa, këtë ta dëgjojnë mirë. Europa ka futur një mekanizëm të tmerrshëm të korrupsionit dhe domethënë të veprimit të shtetit në të kundërtën e asaj që parashikon ligji. Domethënë, shteti europian, qeveritë e veçanta, ashtu si Shqipëria, janë antishteti. E kuptoni këtë? Domethënë, vetë shteti është edhe njëkohësisht dhe antishteti, sepse shteti, domethënë shtetarët, bëjnë gjëra të kundërta me ligjin. E bëjnë gjyqtarët, i bëjnë gazetarët, i bëjnë prokurorët, i bëjnë policët, i bëjnë kryeministri, i bëjnë ministrat, i bëjnë presidenti, etj. Gjithë hallkat e shtetit punojnë së prapthi. Dhe kjo është logjika. Kjo që po ndodh tani në Iran është logjika e mbrapshtisë që ata kanë mbjell këto 20 vjet. Që ka dalë hapur tani. Kjo ishte rruga. Këtu do vinte, se s'bën. Këtë mundohesha unë të paralajmëroja dhe të paralajmëroj sot. Ata nuk është se nuk janë të vetëdijshëm se çka po bëjnë. Ata s'janë të vetëdijshëm. Ata janë komplet psikopat, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ata mendojnë vetëm sot për sot. Ata mendojnë vetëm kështu. Çfarë, po i vjedhim ca lek Altinit na plasi, marrim këto kërcat mik. Po se qa ka pasoja i leku, se qa ishte ai leku që vodhën, ata s'duan të dinë, sepse s'kan tru. Si që ka qetësuar dhe ministri mbrojtjes, a ka vend për panik, do të marrim seriozisht. Shiko, dëgjoni këtu, e di si është puna, po bie ky shiu? Ka vend për panik që po bie shiu? I bën do ti për shembull thirrje e Zotit që o Zot ti mos na idh këtë shiu. E bën dot? Jam shumë i vogël për ta bërë. Pra, ti dhe të gjithë këta që shikon këtu, ministri mbrojtjes, ajo ambasadë amerikane etj. janë minimal
që të munden të ndryshojnë këtë situatë dhe që të mund t'i japin shqiptarve në një fije sigurie që kjo s'do të ndodhi. Për ta përmbledhur tani, të mbyllim këtë temë dhe të kalojmë te tema më të rëndësishme, më të prekshme për Shqipërinë. A rrezikon Shqipëria që të preket domethënë nga një sulm nga Irani dhe sa i qëndron kësaj si thirrjes ose deklaratës fuqishme të Trumpit? A mund ta bëjë atë se çka ka thënë që do të çojë në kokën e gurit Iranin? Ai ka quar veten në bokën e grurit. Shikoni se kampet amerikane ushtarake që pretendonin se mbulonin gjithë zonën dhe mbronin gjithçka që ishin shtetet si Bahreini, Katari, Arabia Saudite, Emiratet, e më the tash, të gjithë kanë dalë zbuluar. Raketat iraniane bien kështu si në kokër të qefit. S'ka asgjë që i ndalon. Nuk ekziston. Absolutisht asgjë. Tashti, nëse ju besojmë gazetarëve që janë amerikan, nuk janë shqiptar, gazetarë dhe specialistë të inteligjencës dhe të shërbimeve, domethënë ushtarak të mirëfillt. Dje par dje janë asgjësuar jo më pak se 50 avion me një sulm të vetëm, amerikan. Dje par dje janë shkatëruar jo më pak se 15 helikopter me një sulm të vetëm. Dhe kështu Irani ka filluar t'i bjerë mbar të gjitha bazave ushtarake, universiteteve që janë në pronësi të amerikanëve dhe që shpërndajnë kulturë amerikane e tjera. Irani e ka kthyer në një luftë të drejt për drejt kundër çdo gjëje që është amerikane. Në këtë prizëm, ata e dinë që këto vende të rrethorotull kanë mbështetur fuqishëm Amerikën në veprimet e saj kundër Iranit. Domethënë veprimi në një farë mënyrë është legjitim. Dhe dëgjoni këtu. E dini çfarë thot ligji? Ligji shqiptar në nenin 302 thot për kraja e autorit të krimit është e dënueshme. Nga kush? Nga ligji. Nga ligji. Po ligji ndonjë ligjit. Jo, e kanë fjalën që logjika është kjo, që Irani thot kështu. Si ligjin e ka ndorë Amerika është armiku im dhe më godet mua. Vret fëmijët e shkollës, vrau të parin e vendit, shkatron industrinë e tjera, dhe ju e ndihmoni, ju jepni strej, ju jepni ushqim, ju jepni energji, ju e mbështesni me propagandë, me gjithçka, kundër prit, kjo është logjika e Iranit. Dhe unë ju sulmoj, sepse ju jeni bërë palë me te. Kjo është logjika. Tani, Shqipëria nuk është në atë stad që po jep Amerikës mbështetje për luftë kundër Iranit. Ne kur të dashur, ne s'kemi gjë. Absolutisht asgjë. Domethënë ne jemi fare minimal, përveç më fal për shprehjen portëve të Edi Ramës, ne s'kemi asgjë tjetër në këtë drejtim. Kupton? Na ka fiksuar ne tjerë në ato portët e veta. Po pra, sepse portët e tij kanë qelbur dynjan dhe kanë qelbur Europën. Unë do t'ju them kështu me garanci, me bindje absolute që ai njeri vepron kudo, në të gjitha institucionet, dhe ai ndikon dhe korrupton këdo